Elhan Kastrati është një nga lojtarët më thelbësor të Citadelës këtë sezon në kategorinë e dytë italiane. Këta të fundit synojnë të kapin zonën e play-offit në klasifikim që i ngjit në elit. Citadela mposhti Juve Stabian me shifrat 1-0 në transfert me portierin shqiptar që mbajti portën e paprekur. Në një intervistë për mediat italiane, Kastrati ka folur për formën e skuadrës së tij. Kemi qenë më shumë të ngarkuar në pjesën e parë se në të dytën në ndeshjen e fundit. Ekipi mbeti kompakt. Jam shumë i vëmendshëm dhe i motivuar për të mbajtur portën të paprekur. Ndeshja ishte e ekuilibruar dhe ishte thelbësore të ruanim të njëjtin qëndrim para dhe pas golit ton, shprehet Kastrati. Pas 28 javësh të luajtura, Citadela e sheh veten 5 pikë larg zonës së play-offit dhe nëse portieri shqiptar vazhdon të mos pësoj gola, ekipi i tij do të ketë shanse të mëdha për të ngjitur edhe më lart në klasifikim.